Ndërkohë, një tjetër ekip që në fakt ka shfaqur qëndrueshmëri është Elbasani, po ashtu që e kemi në renditje shumë mirë në vendin e dytë aktualisht dhe me ambicie të qarta për ta ruajtur katërshen, të duket njësoj? Po, Elbasani më ndjek se është Ivan Gozenovic, unë kam qenë futbollist me Ivanin, siç ka qenë futbollist, shok skuadre, siç ka qenë futbollist, djalë serioz, profesionist mbi gjitha, ashtu ka vazhduar edhe si trajner. Shikoj që me seriozitetin dhe profesionalizmin e tij po bën një punë jashtëzakonisht shumë të mirë, deri tani, do thoja, ka shkuar rrotë më rrotë me vllaznin, me pikë, mund kishte bërë diçka më mirë. Megjithatë është brenda objektivit, është brenda pritshmërive dhe unë shikoj që deri në fund Elbasani do jetë konkurrues për ta rikthyer një herë titullin kampion në qytetin e tij. Sa shanse ka se kur vjen puna te Elbasani të gjithë përgatisin një kundër argument, është mirë, por jo për titull. Unë them është për titull, sepse shikoj entuziazmin, shikoj dëshirën që kanë, që nga presidenti, që nga drejtori sportiv, që nga tifozët, që po të marrësh, që të mos transferat në kryeqytet, dhe thoja tifozët e Elbasanit janë kampion, kanë një lloj mbështetje, janë shumë masiv, janë shumë të zjarrt dhe shikoj që ka shumë dëshirë. Gjithë kjo energji e tyre transmetohet tek skuadra, po të marrësh takimin e fundit me Partizanin, edhe me pse ishte me karton kuq, me 10 futbollistë, gjetën forcën që ta barazonin takimin. Ndërkohë një tjetër ekip që në fakt e kundëra nuk po shfaq shumë qëndrueshmëri, por e kemi në katërshe, se po ndalemi fillimisht te Kreu, është Dinamo në 4 javët e fundit, paktën nga fillimi i janarit, ka 2 humbje dhe 2 barazime. Çfarë po ndodh me ekipin e Iraklajës? Personalisht, unë jam shpreh që Dinamo, po ku them unë personalisht, them që në verë, mbasi është kualifikuar me Hajdukun në Splitit, ka pas performancë zakonisht shumë pozitive. Unë kam thënë që pretendentin kryesor do jetë Dinamo. Do jetë Dinamo, duke parë që ka një staf shumë të kualifikuar, president shumë serioz që nuk ka, do thoya, jo ditë që mund vënohet paga, sepse në Shqipëri ka ende çështje pagash, por Dinamo do thoya është një klub që nuk vënohet 1 minutë paga. Do thoya që më vjen keq sepse është disi mbrapa luftës për titull, sidomos to 4-5 javë të fundit, por unë mendoj që me 2 fitore të një pas njëshme mund të bëj që të rifutet edhe herë në luftën për titull. Është në 4 ekipet më të mira, po në qoftë se thellohet akoma më shumë diferenca, do jetë shumë e vështirë, sepse këtë vit është ndryshe formula e Final Four. Final Fourit.